Zoti Sali Berisha. Liria e fjalës sot në Shqipëri mori goditjen më fatale që mbas viteve 60, në diktaturën më tegër komuniste të bllokut lindor. Në 112 vjet shtet shqiptar, ky është vetëm rasti i dytë ku qeveria dëshiron të diktoj kanalet e komunikimit dhe çfarë thuhet në to. Liritë e vërteta të individit nuk mund të ekzistojnë realisht pa një ekonomi të qëndrueshme dhe pavarësi individuale. Rilindja në 12 vjet keqeverisje është kujdesur për t'i mbajtur shqiptarët në kufirin e varfërisë, duke përbuzur pensionistët dhe duke dobuar popullatën më vitale. Edi Rama ka përgatitur ekuacionin e nevojshëm për ta kthyer vendin në autokraci. U teshën konsultime me 65.000 prindër dhe mësues imagjinar për të ndërhyrë drejt për drejt në liritë individuale të çdo kujt. Tashmë, Edi Rama premton se në mandatin e 4, me anë të konsultimit me 100.000 shofer, do i shpalli rrugët si shumë të rrezikshme dhe do të ndaloj qarkullimin në to. Gjithashtu, do të konsultohet me 200.000 analizë gazetar të pavarur dhe do të shpallë lajmet dhe mediat si të panevojshëm. Dhe, me radhë derisa në fund mandatit 4, Edi Rama planifikon të konsultohet me 1 milion shqiptar për të shpallur opozitën pa vlefshme dhe për të vetë shpallur lider supremi shqiptarëve. Partia Demokratike që në lindjen e saj e ka pozicionuar veten si mbrojtëse e fjalës lirë dhe e lirive themelore të njeriu dhe individit. Problemi nuk qëndron tek një aplikacion siç është TikToku, por qëndron tek paaftësia që ka qeveria nga njëra anë për të siguruar fjalën e lirë, e nga ana tjetër për të vendosur filtrat e nevojshëm që mbrojnë fëmijët nga abuzimet. Ashtu si komunistët përdorën një kaos të drejtë për të ngritur një sistem të padrejtë, Edi Rama përdori një kaos të drejtë, siç ishte reflektimi nga humbja e jetës e një fëmie në dyert e shkollës, për të kryer një censurim të padrejtë me një prapavi politike e cila synon heshtjen e opozitës, që është qartazi dominuese në këto platforma. Dhe historia e vitit fundit tregoi se fushatat në botë u ndikuan drejt për drejt nga ekspozimi në rrjetet sociale. Edi Rama hyn në fushat pas një premtim, me listat të diktuara nga lëpirja ndaj tij ose nga bandat, me një skuadër të lodhur dhe me një mungesë të theksuar të energjisë dhe alternativës. Partia Demokratike e ka bërë qartë, me ardhjen tonë pushtet, shqiptarët do të ngrihen përtej kufirit varfërisë. Ne do të arrijmë të kujdesemi për pensionet, për pensionistët, për të smurit kronik, për të pamundurit dhe çdo stres tjetër të nevojë. Por programi ynë ka një lokomotivë shumë të fuqishme që do ta tërheqë atë. Dhe kjo jeni ju, është rinia shqiptare, e cila e ka provuar kudo që është që ja ka dalë. Të rinj që janë këtu, ne do të sigurohemi që të qëndrojnë këtu. Dhe ata që kanë ikur, ne do të bëjmë çmos që ata të kthehen. Së bashku, ne do të ngrem me duart tona ëndrrën e një Shqipërie të madhe, të begat dhe të një dheu që lulëzon dhe ofron siguri dhe mirëqenie për banorët e tij. Vetëm me ju në krah, projekti Shqipërisë madhështore do të bëhet një realitet i prekshëm. Në 12 maj, TikToku do të hapet dhe censura do të zhduket. Mos harroni, Shqipëria e smur ka nevojë për një doktor dhe jo artist. Rrofshi ju, rrof fjala e lirë. Fitore!